Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show, Noli TV. Kur kujtohet lufta, me të vërtet është me të vërtet një gjë që edhe trupi kërcen. Sot e ftuara jonë është avokatja e parë, refugjate 99 nga Kosova, Hatice Berani Gërbeshi. Avokate licencuar në Kaliforni, themeluese Law Office Hatice Gërbeshi dhe kryetare e State Advice Council for Refugee Programs. Një përjetim i luftës në Kosovës deri në ndërtimin e një karriere të suksesme në Shtetet e Bashkuara. Ajo sjell një rrëfim frymëzimi për drejtësi, humanizëm dhe shërbime ndaj komunitetit shqiptar dhe refugjatëve. Ka ma knatësi dhe ma krenari kur ke një personalitet edhe ke të suksesshëm. Mund të them shqiptarja e para Kosovës e 99-ës të bëhet një avokate. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit Noli shumë për ftesën. Ndihem e privilegjuar të marr pjesë në një platformë si e juaja, të follow, të përcjellë vazhdimisht ty dhe të gjithë musafirët që ke pasur, më shumë krenarët të jenë në këtë platformë. I përshëndes gjithë shqiptarët kudo që gjenden dhe ju uroj gjithë të mirat e botës. Ka mundësi ta dim bre kush është Hatice Berani Gërbeshi? Patjetër, faleminderit. Unë jam një advokate në shtetin e Kalifornisë. Në mënyrën time kam nga San Francisco, jam e priardhën nga Kosova. Vajzë Berani nga Mitrovica, kam jetuar pe, mandej ju kam kryer studimet juridike në Prishtinë, jam martuar për Nasser Gërbeshin, një familje shumë e mirë, përshëndes gjithë. Kam përfunduar juridikun në Kosovë siç e ceka, në kohën kur ka qenë gjysmë kur ka qenë fakulteti siç ka qenë normal, mandej kur është improvizuar për shkaqe të luftës. Kaliforni kam përfunduar Juris Doctor, mandej kam shkuar në provimin shtetëror për avokat, në ndër provim më të rënda siç e dim ne, që është California Bar Exam, mandej kam hapur zyrën time ligjore këtu nga 20 minuta afër Facebook, Zoom, Adobe, këto kompani të mëdha gjigante, kështu që jam krenare ku jam, po du me falenderu normal bashkëshortin tim, vllain tim Dino që na ka pru këtu në Amerikë, si sponsor ka qenë imi, ku marr si non me 2 fëmijë të veçur në Amerikë në atë kohë. Si të kujtohet largimi i luftës? Si të kujtohet ai tmerr që ka qenë në 99-ën? Po, si gjithë ne që kena përjetu direkt apo indirekt, Noli, ka qenë ndër momentet më të vështira të jetës time. Ashtu si mira familjarë të tjerë, nuk u largum sepse na dëshironin të largoheshim, por fatkeqësisht na dëbuan nga shtëpitë tona. Lam mas gjithçka shtëpinë, familjarët dhe gjithçka që njehim. Si fakt, edhe tash që jam të diskutu, po vjen mirë që të bëj këtë pyetje, se edhe pse vjet kalojnë, trauma mbet, jo vetëm tonë, por të gjithë ne. E ja vlen me cek këto gjana, faleminderit që jetu i prapë të i përsërit të gjana, si jam domosdoshme me cek me përsërit, për arsye që mos më përsërit historia më. Përjetun bllacën famkeqe si shumë të tjerë, mandej mbaj gjithçka mend tjetër, kur mbretëm në Amerikë, takova vllazërit, motrat me shpresën prapë që të hapër dyrë për neve refugjatëve, për mua dhe për familjen time. Çdo shqiptare që vjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fokusohet punon një punë të rëndë, punon por çfarë ju motivoi juve që t'jeni një avokate? Sa zgjatja e procedurë? Drejtësia ka, si advokate Noli, faleminderit, ka qenë gjithmonë një ndër vlerat që i kam çmuar shumë. Qysh kur kam qenë fëmijë e vogël. Për shembull, kam pegu gjana çka janë fair, çka nuk janë fair, me i trajtu njerëz me dignitet. I kam gjatë babës Rahmetli, se i merr Beranit, jo vajza me Beranit, ka qenë njëri shumë korrekt në mënyrën e mundshme. Ne kemi u bajtëm në Kosovë, pasioni jam filloi që kur kam qenë 70 vjeçare. Baba jam ka qenë inxhinier i specializuar në Amerikë, Rahmetlia, dhe e ftun prej Mitrovicës në Pej, për me si inxhinier si kuadro. Në atë kohë, pse normal Peja është vend shumë i mirë, njerëzit janë shumë të mirë, koishia janë shumë të mirë, po unë ndjesha ndryshe. Si 70 vjeçare nana mandej me Shamira, Lia ka qenë në fshatit, mu duket që nuk jam të përshtat në atë klasë, ose mu duket që nuk po takojnë çat vend ku do qesha. Deri në shkollën e mesme kur kam shkuar në Prishtinë. Këto kanë qenë një ndër gjanat e para që kam pas qef me studiu drejtësinë, që më ndihmu njerëzve me gjetë veten ku ju takon, që më ndi veten barabart me njerëz të tjerë.
Mandej gjëra tjera kanë qenë si studente në Prishtinë gjatë kohës luftës, kur filloi lufta ato helmimet e gjanat më kanë pasionuar më tepër me përfundu juridikun në Kosovë. Që kur përfundu në Kosovë, çak edhe kur kanë qenë këto helmimet, kur kanë qenë shkollimi i ndaluar apo shkollimi më shef që kena rreziku jetën gjithë ne studentët. Po du me pauzu një minut aty që më falenderu dekanit fakultetit juridik të asaj kohe, gjithë profesorat, gjithë njerëzve që na kanë ndihmu atje dhe këto në Amerikë në atë kohë që na kanë botë mosh me faktikisht me përfundu juridikun noli, në çak edhe në Kosovë. Se që sheshen njerëz, siç ka thënë fjala popullore pika bëhet shiu, nëse ata nuk na kishin ndihmu në fakultetin juridik në Kosovë, pa marrë parasysh që ka qenë një provim rranjers, një provim për shembull të lagjen, rrezikën, krejt to, unë s'as kisha qenë këtu me fol realitetin. Do me thonë, frymëzimi ka fillu atje më jep kredit njerëzve tonë. E mandej kur ku marrë në Amerikë si refugjate, normal tu e pa që refugjat, edhe pse Amerika është vendi më i mirë në botë, nuk i kanë gjitha, i kanë drejtat, po është më vështirë këtu me mbijetu, më vështirë me pas akses me deportu si refugjat, jo vetëm unë, por shumica refugjatëve, ajo më dha pasion të veçantë me marrë drejtsinë dhe me qenë një zë i vogël apo një dritare për njerëz që me pas akses në ligj. Sa e vështirë ishte ajo rrugë drejt licencës në Kaliforni? Ke kthy mbrapa shumë, po ka qenë noli na shqiptarët janë njerëz shumë modest. Na ankohëm, po edhe nuk ankohëm. Normal, qëllimi jam është më kon autentik, sa më sinqert. Çka qenë ndër sfidat më të mëdha të jetës. Muna me potencu sa duhet. Më duhet të mësoj, isha refugjate fillimi 9 me 2 fëmijë. Më duhet të mësojsha në sistem juridik krejtësisht rinë gjuhë tjetër, ndërkohë që punoj më ardh plot. Gjatë punës full time ardh plot, mirë 2 fëmijë të vegjël, mandej studiosha i vazhdojsha studimet e drejtësisë në mbrëmje në fakultet juridik këtu. Mi duhet që profesorat me inqizun kaseta se në atë ku nuk ka pas inteligjencë artificiale, nuk ka pas Google, kem pas fjalorin e mbajsha në xhep, po kur me mësu gjuhën, ka qenë gjithçka, si me thonë, gjitha kartat kundër meje faktikisht. I plus që profesorat në klasë ju afrojsha me gjuhë limitizume shumë. Profesora bën me inqizu kasetat, kasetat ishin shtë vogla. Në çdo provim, çdo klasë, çdo ligjërat inqizojsha kasetat, shkojsha në shtëpi në ora 10 natës mandej. Kur mi dëgju kasetat, kur mi përkthy, deri në 3-4 mëngjes, kur me shkut nesër punë, mëngjes me punu orar plot, me qenë nanë e mirë, gruaj e mirë, vajzë e mirë, i kam pas edhe prind këto, apo motër e mirë. E para se gjithash edhe me qenë punëtore e mirë, se ti si që dhe noli në Amerikë standardet e ndajt, e dush me qenë edhe që atitës punëtore e mirë, së do mos kam punu në ofis, kom pas fat gjithmonë, që me plotësu nevojat e punës si punëtore e hajrit, mandej me shku në shkollë, studente e hajrit, e kështu që ka qenë tepër vështirë se harroj kohën. Për shembull, do gjana që më kanë vetën kry nolin, shpresoj që i ndihmojnë spako të rive që mos më dorëzu. Një natë, nuk e disha gjuhën mirë, ishim 127 vetë në klasë, këtu për Juris Doctor për Kuman Amerikë. Ju afrohen një profesorit e kishim 15 minuta kohë pushimi. Ka pas emrin Mantel. E thash, ish një term mens rea, çka do të thonë që është me çështje mendore, edhe ajo është qëllimi mendor kur bën njerëz krime. Ajo është term latin. Unë e le që s'disha anglisht mirë, po tash anglishtën e 500 vjetëve përpara këta këtu mësojshin. Edhe pe afrona profesorit në kohë të pushimit të them tash më fal tash se keni veten jo komfort me të fol para 127 vetëve, tash pe shfrytëzoj kohën e brejt, pushimit. Le që isha uritus, kisha mos më trajt parë të holla për me hongër dorë se refugjat fillim. Me bombona e mojsha shpirtin në mbrëmje, e fëmijët me nxjelesha në shtëpi krejt ato, çka më tha profesori. Tha, a diçka ta unë nuk jam terapist, tha shko mbrapa Paulo, tha ku e kon vend, tha dhe kësi pyetje pyetëm në sytë tande. Çfarë dësh prova? Çfarë mërzita thash të lo fakultetin. Po të nesër që thënë në Amerikë të edhim bëllmi që një derë mshele, po të të raderë qele. Do me thonë s'ba më dorëzu. Nesërit, e veta një profesore është tjetër. Gjudit është zoti e rujtë, Gjudit Sasedo. E vetat nesërit asha bon më të inqizut ajo, nuk bon më inqizut, apo kur dush që ku ki email e kontakton mu. Ta shët me vete, një ditë më herët, që do me thonë, një person këtu më shtime më shelë kretë karierën me më dorëzu, nesët një gru, qa që mirë, po do me thonë, kjo në bësh një glimse të vogla, që ka na përjetojmë në Amerikë, se herë Amerika prapesik është vend shumë i mirë. Po si nëse cilën fshat, në pojza, nëse cilën village që tojmë në Amerikanë, ka njerës të mirë, po dhe njerës që nuk janë shumë, s'kanë empati për shembull për njerës si na. E kështu që ka qenë, sa vështirë ka qenë për më përgjigj pyetjet e te, ka qenë shumë të vështirë. Mirë po, me këmbgulje, disiplinë, besim të vetvete, atë Zoti i Madh, ëndra më në fund realizoj.
Po e shoh pse ke përzgjedhën SSI dhe SSDI. Pse? Pse kom zgjedhë SSI dhe SSDI, po du më ndalë të një kvot bave em rahmetlia që ka për me, një fjallë. Për lidhe me Adem Mikullocin, normal jam që marrë me që më kujton Adem Mikullocin, po dalë të SSI një minut. Kur thejke baba em rahmetlia, njeri, musë më thejke normal se më ka qëmu shumë, po gjithmonë e ka pas qëllim që njeri me kry, qka do që kryin me mbet njeri. Dalë në pyetje tonë e falë që po devijoj, veç po du me cek që po lidhet me SSI e me SSDI. Kur thot, shkon, i thot djalja dhe Mikullovcit, i thot, bab, ju mbo, ka qenë humor, po ka vlerë shumë për mua dhe për babën tem. Bab, ju mbo mret, se më të thonë, kur s'ki mbo mret? E Adem Mikullovcit thot, po, bre, djallë ti mret, e bo, po njeri nuk e bo. E ta shkam ka lidh mu, që pe vazhdoj me SSI, me disability, që sa do me mri, këto, unë ajo po a tjetëri, do të me mu fokusum humanitet, shka na bon për shtype, qysh kena me përdor qatë restorana, po qatë childcare, apo që qysh keme përdor, qka ko më të përmbush ty si njeri. E qka më ka përmbush mu si njeri, është SSI disability, se njerë shkojnë rrethonat ndryshme, për shembull jeta jem personale, jeta refugjatëve, si se ka, mandi 7 vjeqare kur kam qenë, në pej nana e ka pas do probleme me tension, në më thë tash, shkojshat e mjeku me nanën, e shishat disa mjek nuk për kujdeshin sa duhet, prapë ceki pe është vend shumë i mirë, nuk kam kur gjo këndër pes, po bish pe ceki si shembull që më kanë motivu mu me marrë SSI, apo disability, mi ndimu njerëzve që kanë probleme shëndetësore. Këto ma dekoreda, që kam ka bu për shtypje shumë, për me marrë këtë, jo vetëm profesionin për mu fokuson këtë dhe mi, është se njerëzit shumë klientët e mi përbalen me smujt të rënda, kanë aftësit kufizume, edhe ndihen ndryshe noli. E vetë fakti që ata ndihen ndryshe, nuk ndihen të përfshim në shoqëri, mu ndihmon shumë personalisht që kur jam një pjesë e jetës tëne, më ndihmoj me marrë të ardhurat mujore mundësisht, Medicare, si që thonë në këtu, apo Medical, që janë edhe shërbime shëndetësore. Për mu është një privilegj i madh më tregu drejtën, kur i përfaqësoj ata, ose këtu në Amerikë, apo kudo në Amerikë, për shembull, kam klient në New York, apo në Boston, apo këtu në Kaliforni, apo klientët e mi shkojnë në Kosovë, apo në Turki, you name it, që thonë në Amerikë, ndi vetë shumë përmbushëm që jam një dritare vogël për ta me ndihmë. Po e shoh me një propavit të bukur, me shumë mirë njohje. Çfarë përfaqëson ajo studio, se them, ajo avokatura jote aty? Faleminderes. Une këtu normal kam disa gjana kryesore, po gjithat më bojnë përshtypje, se është mundim i madh, po çka më bën tepër përshtypje, kam edhe fakultetin e kam diplomën e fakultetit juridik të Kosovës. Që kur e kom kry, në atë kohë nuk kena guxof me festu me pas graduime që kena tash të sot, u dash me mështet diplomën këto në MAIS, në atë kohë se ka qenë qenë jashtëzakonshme, do me thonë ka qenë lloj lufte. E këtu normal diploma tjera janë normal jam mirënjohje që jam shumë mirënjohëse për njerëz që kanë mirënjohur punën time dhe më japin prap një vullnet, një kurajë mos më dorëzu se siç e din vetë në në Amerikë, kudo, si në Kosovë dhe kudo. Qofse mendon mu përshëndet me, për shembull me, më falë se kam një dhe projektën në ofis për një minutë. S'ka lidhje, vazhdo, hiç më stani. Yes. Që po do me double check ky IT jemi është që s'ka në rregull. Yeah, it's everything okay, thoj. Everything is okay. Vazhdo. Faleminderes, më falë. Këto mirënjohje, siç e dinë na gjithku në botë, tash po folin normal për Kaliforni, standardet e punës janë çast të mëdha, çka na bën njëve gjithmonë me punu ma tepër, me punu me dignitet, çka pa ma parasysh çfarë zanat e po foli për punën tem. Jam shumë mirënjohëse që ta mirënjohin punën, se nuk është vetëm u bë advokat, po dhe e mban advokaturën me dignitet, me humanitet siç e ceka, që jam shumë mirënjohëse. Dalim pak kryetare State Advisor. Çfarë përgjegjësie ka kjo punë? Po, ka përgjegjësi të madhe Noli, se është më kanë nominu, mande më kanë zgjedh, këta Refugee Program Bureau, normal, sot më ne veç po du me cek për shkaqe të disclaimer që thojmë na këto,
nuk jam të e përfaqësua ata në këtë minutë, nuk jam të fol në emër të Refugee Program Bureau, po mëse kam qatë rol si qerë sekuritare, më kanë zgjedhur për 2-3 vjetë, 2 vjetë në vërtet, vitin tjetër për përfundon mandati. Normal që fse më interesune, besoj që më rizgjedhen prap, kom deri dhe privilegj sepse janë gjitha vendet e Kalifornisë, për shembull ka organizata të Los Angelesit, San Francisco, San Jose, Oakland, San Diego e Nemi, të përfaqësojmë Kaliforninë, për shembull për çështjet të policisë, këto politika që janë apo të rregullave, apo çka janë këto sfida që janë të përballuar refugjatët. E si vetë mos më tërajt, ka qenë shumë vështirë kur e po marrëm këtë mandat, 3 vjeç në vërtet, po si vetë e më vështirë, për shkak se siç e dim që është tjetër administrat në me presidentin Trump, ka tjera gjana, refugjatët që të konë janë shumë të favorizum, ka shumë ndeshje, ka shumë sfida, e po mundohemi ndihmu me po më të mirën e mundshme me prezentu. Cilat janë sfidat kryesore të shqiptarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po, sfidat shqiptarëve, si gjithë shqiptarët e tjerë, na kena sfida, po ashtu edhe në këto. Për shembull, ndër sfidat është normal me mbajt kulturën tonë, me mbajt emrin, me mbajt dignitetin, me eduku fëmijët normal në gjuhën tonë me dignitetin tonë, gjitha këto gjana. Na këto që jemi në Amerikë, këto po mendoj në rrethinën e San Franciscos, nuk kemi shumë, nuk kena fatësi që jeni në New York, në atë arenë e New Yorkit, apo në atë arenë ku jeni ju, na jena më pak. Këtu po jena njerëz normal, qëta që je mundohome me çmunin e tjetër mundet, po si çdo komunitet tjetër e kena ato sfida tona. Për shembull, një gjë që unë e konsideroj shumë të rëndësishme është mbështetja reciproke. Mundohem me mbështetjen një tjetrin, po mendoj që mundet njëri me bërë pak më shumë tu nis meje. Për shkak që kur e forcojmë një tjetrin nolin, na jo që më forcojmë nolin, për marr si shembull ty ose apo mu, ne forcojmë edhe kombin çat mirë. Komunitetin shqiptare, jo me fat që jena në një rreth të mirë të njerëzve. Unë këto për shembull ju mundu me bo një organizat ku më fillu deri afër para disa vjetëve, fatkeqësisht një tjetër femër shqiptare e ka shkatru, normal këtu nuk jam të kritiku kërkon personalisht, po kjo është një ndër sfidat e neve shqiptarëve që ka një herë mdoket që mundë me punu ma mirë, jo vështim me bryla se ka vend për secilin. Peceki Axhem Rahmetlia në Kosovë, këto metaforat e njerëzve tjetër mesin kryse janë me rëndësi, ka baston të marrë si shembull, Mitrovica thoi keni vend krejt shesin sa këza, të marrë si shembull metaforë fundamentale. Edhe kanë shkojsh me vetin pjaca, po ki pun po me bereqet faleminderes, po me bereqet faleminderes. Dhe me thonë, është konkurencë, po krejt zoti e bereqetin e vetë. E mu kur se më ka hin krya ajo që njerëzve shohin një tjetër si konkurent, kuna krejt e kena bereqetin tonë që pëse punon me dignitet. Çaj mund do këtë është një farë sfidën, nuk po foli për gjithësin e na shumë e kena rretën e mirë. Ku jom krenare vërtet Peceki që kur e kum ngrit flamburën e parë shqiptar këto për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë në San Jose me shumë shqiptarë të anës të malit të Kosovës e të tjerë, jam falenderuese për gjithë po i përmeni emnat, ka qenë shumë një krenari dhe një nder i madh. Cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën e juaj? Momenti më i vështirë pa dyshim noli ka qenë lufta, largimin nga Kosova. Të largosh nga Kosova me 2 fëmijë të vegjël, se përfundova te juridikun, se më mbaron shtëpinë, me naserin ka qenë një përvojë që s'harrohet kur. Mandej vllace, traumat e gjitha këto gjanat. Por na mëson që të mos dorëzohem kur përballë sfidave që i kemi. Cili është suksesi për të cilin ndiheni më krenare? Duket për s'muna me thonë krenare, nuk jem të fol me modesti të prume, po nashta çka më bën më një krenare është që nuk jem dorësu kur. Se suksesi është sen gjë subjektive, na gjithë shikojmë suksesin ndryshe. Për mu çka më bën më një krenare normal që s'jem dorësu me bë avokate në Kaliforni, siç e dim që është një vend shumë i fortë, vend shumë i mirë. Me pas privilegj me qenë advokate, këtu po dhe me pas zyrën time ligjore dhe stafin tim, këtu të bëjnë krenare. Po me tregu drejtën oli që kam bën mas tepër me krenare është kur në fund thot një person që se ja bëj health insurance këta, Medicare apo pensionin invalidor, në fund kur thot Zoti trut, Zoti të rujt familjen. Mjek të urimet biologjike zemë, që ka thonë Sabri Fezulllahi, këto më bëjnë më tepër krenare se
kohën kur i gjinën njerëzve mas tepër me mundona me të po një pjesë e vogël e jetës tyre. Mandej që kam bën krenarin një aspekt është që kur kam qenë në shtëpinë e bardhë, kam qenë arkitekte për me arkitekte jo kuptimin profesional, po arkitekte për me fillu idenë që me San Jose dhe me Kaliforni këtu me shku në shtëpi të bardhë, me marr pjesë kur ka qenë Obama administration, me marr pjesë për u quajt pathways për ta refugjat e migrantë që janë taft, që kanë janë profesional me kriju rrugtimin më të lehtë për ta. Kjo ka qenë një lloj krenarie se jo vetëm si shqiptare, por si refugjate me shku me në emër të Kalifornisë me disa persona tjerë. Që kam bën mas tepër një krenare, normal është që si arritet që si refugjat edhe si kosovare shqiptare, kudo që jam eci me krenari se na shqiptarët janë njerëz të mirë. Ajo është krenaria jam më e madhe. Çfarë këshilla ju jep grave shqiptare? Për gratë shqiptare është që besonin vetvete kur mos dalani për të mësuare. Mos lejoni që askush t'ju bëj apo t'ju bin qëndrat tuaja janë parreqme. Of course, normal, jeta ka me sjell sfida, siç e dinë në gjithë, sidomos na gratë shqiptare marrim sfida dhe më tepër përse na gratë zoja, po kur mos lejoni ato t'ju ndalojnë juve i rrugës. Punoni normal me ndeshmëri, s'ka më vojnë ju thonë se na jena femna dëshme, jena femna zojat, me përkushtim edhe me dignitet, siç kanë punu nana tona, gjyshet, stërgjyshet, s'ka lidhje çfarë profesioni e merr. Puna me dignitet ka vlerë shumë të madhe siç e dimë në gjithë. Normal jeta do t'ju sjellë suksese po ashtu, por ato nuk do të na rrisin mendjen, apo nuk na lejojnë neve si gra njëkohësisht të keq trajtojmë njëra tjetrën, apo të keq trajtojmë gjininë mashkullore, apo të pleqët njerëz të moshës të meqme. Se ka më herët arritjet që thonë gjakovat më së rrit menja. Njëkohësisht na duhet me pas parasysh si femna, nuk po them që ju rritet menja femna, shpresoj që s'po përndrej kërkon, po veç si femër më e moshme, sidomos po folim përgjithësi më si mbretët e çfarë mesazhe keni për gratë, për gratë shqiptare. Po normal çka është tepër e rëndësishme në orë është ta mbështetim na femnat njëra tjetrën. Unë mendoj që suksesi i një gruaje nuk e zvoglon suksesin e një gruas tjetër, përkundrazi. Kur na ndihmojnë njëra tjetrën, na eci përpara, forcojmë familjet tona, komunitetin tonë dhe shoqërinë tonë. Çfarë mesazhe keni për të rinjtë shqiptar ta vazhdojnë rrugën tonë, të bëhen avokata, të bëhen njerëz të edukuar? Unë si prind, normal na prind kena ato mesazhe për të rinjtë, sekreti marrim si fëmijët tonë, ata që janë matrisë na. Mesazhin për të rinjtë është i thjeshtë, po duhet të cek do gjana këtu, ndroni sa më shumë. Por mos kërkoni rrugë shkurtë, ju lutem, drejt suksesit, sepse Amazon e këto gjana që bëjnë delivery, po na kanë mësuar catch instant. Mi pas gjanat shumë shpejt. Suksesi vërtet ndërtohet me punë, me durim, me disiplinë dhe me dashmëri. S'ka rëndësi fare bosh mjek, advokata, inxhinier apo qiell restoran. Krejt të gjana tjera, çka do që zgjedh me titullin më rëndësishëm, nuk është çka ti mrin, po është çysh e trajton veten, çysh e trajton tjerë, çysh e kështu shëndetin tënd. Krejt tjera të binë vendve. Ajo çka unë mendoj që rinis do të më thonë, mos e sakrifikoni shëndetin, paqen tuaj shpirtërore, vlerat e tuaja për me arrit një qëllim. Qëndroni sa më larg substancës, sa më larg drogës, sa më larg alkoolit. Kjo marr një shembull, për shembull në fakultet kur kam qenë unë, çka që më vështirë noli. Kur e kam dini person të më thonë, ose s'pi merr do bana për më mësu më shpejt, apo më kuptu gjanat më shpejt, kam thonë kur s'bona advokat, po asnjë barë në gojë nuk e shti. Po du me thonë, do po thonë që jam njeri më i mirë se tjerë, larg asajna, po veç po du me marrë si shembull që kena akses të ato gjanat, mundën njerëz më të provoku, mandej kam pas një bose tjetër që kam punu me ta, ka pas tjetër me shku kupin buka ato gjana. Prapë se që s'po ofendoj kërkon unë, po veç po marr do gjana që mundoni me largu nga me qenë larg këtyre gjanave. Se asnjë sukses nuk ja vlen me tregu drejtën për me humb veten apo familjen e ju. Cilat janë planet e tuaja për të ardhmen? Çfarë të bësh? Planet e mia për të ardhmen është me vazhdu me pas korporatën teme ligjore këtu nga San Francisco, se më ndedhë orë zote më zhënu Los Angeles apo në vene tjera. Dhe më shërby nële kjo zanati dhe mje mund do këtë që ka qatë rëndësi të madhe për kombin tonë për gjithë njerëz të tjerë, se mundesh me ndihmu njerëzve nga larg, kudo që thonë në Amerikë remotely. Për shembull, një ditë kam pas gjykim para një vite,
klienta ka qenë në Kosovë, ka punu në Amerikë, është diagnostikuar me kancer, u shku në Kosovë. Unë kam pas gjykime prej zyres teme këtu, në San Jose, në Kaliforni, ka qenë ora 8 e mëngjesit. Aty në Boston ka qenë 2-3 orë para neve, gjyqtari ka qenë tjetër shtet në Amerikë. Klienta ka qenë në Kosovë. E qëllimi çaq ka qenë për mu sen shumë i emocional, po edhe një gjatë që ma ka përkujtu që është me rëndësi, po menoj po foli për zanatin tem, për punën tem, që me ndihmu njerëzve, se është një lloj dëmie që smuja nuk zgjedh mosh, nuk zgjedh edukim, nuk zgjedh ku gjendesh ti. E me qenë një dritare vogël apo një çelësi vogël me ndihmu shqiptarëve, po gjithë normal kudo që janë. Mandej kam edhe një pacient që dhash Zotin nëse më jepet hapësira noli. Për shembull me bashkëpunu me shqiptarët e Shqipërisë, normal të Kosovës, Maqedonisë, gjitha troja të tjera, që me mujtë me bo një marrëveshje që quhet Totalization Agreement mes këtyre shteteve dhe Amerikës. Për shembull, Amerika ka marrëveshje me Greqinë, ka marrëveshje me Italinë, me Çekoslovakinë, me Australinë, me vende tjera. Për shembull, kur personat nuk janë gjithë me fat të vinë në Amerikë në moshë të hershme, siç e di. Vinë do njerëz që kanë 40 vjet, për shembull, apo 50 vjet. Edhe ai punon këtu disa vjet, madje smuhet, edhe nuk ka kreditat mjaftueshme për me qitë lutjen për pension apo Social Security Disability Benefits. E qysh është e mundshme, ajo gjapo e mundshme që Amerika ka marrëveshje me këto vende tona. E kështu që është një lloj pasioni dhe normal i ftoj kushdo që ka akses në këtë video që të punojmë bashkë, të kontaktojmë ministrinë e këtyre punëve tonave dhe normale të Amerikës se s'po të fillojmë të lobojmë se këto bashkimin e kreditave të punës edhe i konvenon Amerikës për shkak që njerëz mandej normale marrin pensionin, paguajnë këtu, punojnë këtu, po i shërbejnë ato të holla edhe këtu. Mandej një qëllim tjetër i fundit, që mos të zgjati tepër, është që nëse dikush është interesuar, për shembull, organizata jo qeveritare apo qeveritare, Pezon New York apo kudo, që ka shqiptarë, religion, institucion religion apo çka do, që ka dëshirë me shërby shqiptarëve normale dhe gjendëve të tjerë, po mos e kjo është platformë që shpresojmë që shkon të shqiptarët në për shtëpitë e juaja, e ftoj dhe e mirëpres rastin që për shembull të kemë ndonjë Zoom apo online platform, për shembull pyetje dhe përgjigje me Hatixhe Berani Gërbeshin, që se ka dhe advokata tjerë shqiptarë që merren me këtë lami absolutikisht se me kështu realisht si obligim etikal që kemë në advokata ato është që nuk e prezantojnë të visht vetën, s'paku jep edhe emra tjerë të advokata tjerë. E kështu që besoj që ajo Q&A që thojmë në pyetje dhe përgjigje në Zoom online, kish më ndihmu plot njerëzve. Për shembull, pra Peceki, unë kam klienta në Turqi, shkon njëri në Turqi që të lutin për Turqisë, apo kam klient që shqiptar që ka qenë ka punu në Itali noli, ka punu në Shqipëri, po Shqipëria nuk e ka marrëveshje me Amerikën siç e ceka më herët, po ka punu në Itali, faleminderes për Zotit që kum bërë research, volontim ligjor dhe ku marr vesh që Italia pas ka kontratë me Amerikën, ja kum bashku kreditat asaj zonjës me Itali dhe me Amerikë, sot e ka pensionin validor për meje. Ajo është për mu një privilegj shumë i madh se s'paku ka parë me pagu rentin, ka dhe shërbim shëndetësor, se në moshë të mashme çdo 2 gjana të vinë mas tepër me. Edhe për vete nuk bosh ndarkesë për familje. Mandej të tërkujnë familje, në rast i ngjashëm ja ku bashku kreditat për retirement, për pension të rëndom në Amerikë se ka punu në Itali edhe në Amerikë. Apo rast tjetër dikush në Greqi që ka punu, shqiptar për shembull që dalin në Greqi, mund mi bashku kreditat për Greqi se këto. E mos me gjatë më tepër, jam e mirëpres oportunitetin normal, që t'i marrin këto të bashkëbisedojmë. Unë edhe kom kontaktu disa organizata, për shembull jam aktive në Albanian American Association, advokatave të shqiptarëve të Amerikës, është një grup shumë i mirë, i përshëndes kolegët e mi kudo që janë, mandej ka dhe gjyqtar shqiptar, djem shumë e privilegjuar që më kanë dëgjuar lidhe me këtë aspekt dhe nuk jem të premtu kur gjëse kjo është një oqean një madh, oqean kuptimin jo fundamental, po është një gjatë shumë e madhe, po besoj që gjanat e mëdha mrihen me grup tonë se na jemi njerëz të zotë dhe të vymë dhe çfarë është një ndër qëllimet e mia kryesore me tregu drejt që me ndihmu sa më tepër. A ka gjë më bukur se avokatët flet shqip, t'ju ndihmon lande që e keni nevojë të drejtoheni të flisni shqip, edhe në fund t'ja kry punën. Nuk është të thane vetëm se të kryet puna vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por gjithë kontinentin. Atëherë unë kisha pas dëshirë dhe gjithë ta kontaktoni Hatixhen edhe besoj që në faqen tonë në linkun tonë dhe ta qesim edhe website-in e saj ku do ta shikoni edhe mund ta kontaktoni edhe është kënaqësia jonë. Hatixhen unë nuk e kam njeh me të lanën vetëm me këtë emision.
besojnë të ardhmen që me punën tonë, me suksesin tonë, ne do të vëzhgojmë edhe do të presim prej te suksese edhe më të mëdha. Me të vërtet, lufta jonë, me të vërtet ishte një luftë e tmerrshme, por na shpërtallojnë për vendet të ndryshme të botës, por një gjë nuk u dorëzuam kurrë, edhe gjithmonë suksesi ynë vetëm po ecë përpara. Kështu që unë me të vërtet të uroj suksese të mëdha në vije me atë familje të bukur dhe me qenë se jetë në perëndim shumë larg për neve këtu, si thuhet një 6 orë me aeroplan. Kështu por zëri yt edhe puna jote, meritat e tua nuk kanë për të ndalur, edhe do të doja një mesazh për fond për të gjithë shqiptarët anë bën kudo që janë. Noli, faleminderit shumë, Trapeceki për krenarin, për durimin tënë, për etikën tonë të punës, çmoj shumë. Gjana që jetu bojën shumë mirë një ose jo vetëm për takime sot me mua, por për gjithë musafirët që i fton në program, për shqiptarët kudo që jenden, ju rujt Zoti, burë me gjithë dim që jemi shqiptar, normal na nuk burë me vish kur e bojmë këta shqiponin, apo kur takohem bëj për një herë në vjet, po secili akt, secili vendim, secila lëvizje, kur na kujton që jemi shqiptar, ato s'kan me mungu suksesi kur, as ka me mungu kur. Trapeceki jam krenare që jam shqiptare, po nikosisht Noli për pos mesazhit, deshta me shfrytzu që platformë, mi ju falenderu shumë. Mi ju falenderu normal burit tem, Naserit, që pa pas bashkëshorti njëri të hajrit, që shtojmë na, Kosovë, është vështirë me konë shumë ambicioze. Normal si secila martesë, nuk po them që martesa jon ka qenë perfekt, se nuk është lehtë me qenë gërbet, është një sfidë e madhe. Me arë gërbet ka shumë sfida. Se nuk punon non stop, dush me shku shkollë gjithat, po me konë qatë që i durushë, me këshu realisht merita e tina është me e madhe se jemja, sepse janë do njerëz do hero tonë që na nuk i shohem, nuk folin këto, po janë mbrapa neve. Merit shumë e madhe është normale, vlau tem që më ka pruktu, tjetrit vlau që mandina ka përkra motrave, prindve të mi, që se ndërzu kur po dhe një merit shumë e madhe Noli është e vjerive të mi. Para 27 vjetëve, 26 vjetëve në atë kohë, ku e kanë ditë ata që në komarë në Amerikë? Kur se kanë ditë? Po në atë kohë me qenë në nuse, fillestare, 2 vjetë, me vazhdu i ridikun e martume, rame shpirti pas për 2 vjerrive. Kjo nuk është klishi as një grim, kjo është që thënë në hakikat merite, gjithve e pëllidhe me mesazh që dimoni njerëzve sa të keni mundësi, se kur nuk dihet. Qatë dit e banë matë mirë të monshme për nuse, djallë, vjehër, motër, kuda. Që ajo e mirë, jo që i veç ko me ngri qatë person, po kom ju këthi familjes tonë në brapa. Ta Shpeceki për veti, para 30 vjetëve, nështë ta shembull bukfal, më falë se telefoni, në background, nështë ta shembull bukfal Noli po e majme në atë kohë, kur kom qenë në martume, më dësha me përfundu juridikun, me fshi rrymës, vjeri emër me t'jama beke, o, që ke fshi se rrymës, këmë të tonë, pa e kri fakultetin ti. Janë do gjana janë elementare, e në atë kohë Trapeceki nuk ka qenë shkolla e famshme mësitar, se ka qenë bakt luftës. Po vjera emra me t'lija ka bo matë mirën e të mosh me senin human që në qatë koha po vjera janë. Do shta e të prova se ti vete vish për mesazh, po për lidhe mesazhi im, kish me qenë e di që na duhëm, po sa të mundem me përkranin i tjetërën, sa të kemi mundësi, e di që ku nuk është mjaftueshëm se na jena qenje njerëzore, dhe shprohëm, e di edhe unë e vetë, po mu personalisht besimin në fuqi madhore, se cilë ka besimin në fuqinë e vetë madhore, diçka që ka është më e madhe se egoja jem, më kanë ndihmu shumë, edhe ka më ndihmu shumë me më Zotit që mos më dorëzu para çfarë të sfide. Për fond, doja me ta thoni vetë ku gjendet ky vend, si quhet Kreta, di njerëzit edhe të drejtohen. Po, zyrja jeme quhet Law Offices of Hatije Gërbeshi, Attorney Professional Corporation. Unë gjendem në San Jose, California. Zyrja ime është dikon 20-30 minuta nga San Franciscos. Informatat numri telefonit është 408-453-3500. Gjendem në Facebook, në Instagram jo mjaft, se po kom kohë, në LinkedIn, po nikosisht edhe emailën që se s'pengon Noli, mundem me cek. Emaili im është hatije@hatijegërbeshi.law.com. Faleminderit. Faleminderit shumë, me të vërtet është ka po flisni një krenari e jonja shqiptare, me të vërtet që ka hala më shumë që të zbulojmë njerë si që jeni ju e sukseshme. Unë kështu të përgëzoj prapë për punën e juaj, për suksesin e juaj dhe mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV.
edhe besoj që do të hulumtojmë sa më shumë të kemi njerëz të suksesshëm si që ju. Faleminderit shumë edhe ishte kënaqësi e jonja. Faleminderit shumë, kënaqësia e imja. Të nderuar shikues, mos harroni të ndjekni në kanalin 39 në Noli TV edhe në kanalin 249 Nimi TV ku ndëgjohet 24/7 intervistat dhe bisedat e tona që i zhvillojmë me njerëz të suksesshëm anë e ban. Mirëmbëjtje.